Miq të Mulligan Sport, kemi rezultatin e parë surprizën e madhe, nëse mund ta quajmë kështu, të botrorit dhe vjen pikërisht nga Spanja, e konsideruar si super favorite për të fituar trofeun e këtij kompeticioni. Ndërkohë që jo vetëm nuk ka arritur dot të fitojë përballë një kundërshtari të ashtu quajtur të konsideruar modest, por nuk ka arritur të shënojë qoftë edhe një gol përballë pikërisht ekipit të gjelbër që fiksoi një rezultat historik, duke ditur që e kishte debutimin e vet në botror, pasi nuk kishte marrë pjesë asnjëherë më parë në një kompeticion të tillë. Dhe gjithçka nisi më së miri duke i rrëmbyer një rezultat pozitiv skuadrës së Spanjës, që konsiderohet nga të gjithë si favorite kryesore pretendente për dalë kampione e botës, të paktën nga bookmakersat, por ja që ka pasur edhe një herë tjetër një start fals skuadra e De La Fuentes, një Spanjë që ka sulmuar, ka pasur një monolog për gjatë të gjithë 90 minutave përballë kundërshtarëve të ekipit të gjelbërt, por ja që kanë gjetur një mur të pagalueshëm mbi të gjitha, me portierin Vozinho, që është konsideruar dhe si një lojtar i ndeshjes për pritjet që ka bërë. Bien këmbanat e alarmit për Spanjën, që duhet thënë se nuk arrin dot të fitojë me vazhdimsi në botror që për 2010-s, përderisa ka vetëm një fitore në 2014, një fitore në 2018 dhe një fitore në 2022, teksa e ka nisur jo mirë edhe këtë edicion të 4 të radhazit të 2026-s, ku arriti një barazim që është i 6-ti në 3 edicionet e fundit.